Aurora Donenberg, mjeke. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje kushtrim, mirë se u gjeta. Faleminderit që je edhe sot me ne. Aurora, kemi parë që temperaturat kanë filluar që të ngritën dhe dim që her pas here na shfaqen edhe probleme shëndetësore. Cilat janë ato problemet më të shpeshta të cilat mund t'i kemi si pasojë e temperaturave të larta? Po, është vërtet kushtrim që temperaturat mbi 35 gradë, siç kanë qenë tani në orarin e drekës në Kosovë, në Shqipëri, në trevat tona, kanë bërë që shumë pacientë, sidomos ato që janë të moshuar dhe me sëmundje kronike dhe fëmijët, të vuajnë më së shumti nga këto temperatura të larta, pikërisht për faktin se nxehtësia ekstreme e bën të pamundur që trupi të ftohet. Pra ne dim të gjithë që temperatura jonë normale lëviz midis 36 deri në 37.5 gradë dhe imagjinoni nëse dhe ambienti jashtëm të ketë të njëjtën temperaturë, automatikisht ne kemi problematikën e një djersitje të shtuar, e humbjes aftësisë së ambientit për të ftohur trupin ton, sepse jemi në të njëjtin temperaturë dhe bën që këto grup mosha, sidomos pra fëmijët dhe të moshuarit të vuajnë nga një humbje e shpejtë e lëngjeve përmes djersitjes, përmes tharjes së gojës. Shumë shpesh fëmijët reagojnë ndaj nxehtësisë së lartë edhe me diarre, duke e shtuar dhe më tepër humbjen e lëngjeve dhe të elektroliteve. Prandaj nuk është çudi që në temperatura të tilla dhomat e urgjencës në spitalet e Prishtinës dhe qyteteve të tjera të Kosovës mbushen shumë shpejt me fëmijët dhe me të moshuarit, pikërisht nga fakti që temperatura e lartë, tonë temperaturë të lartë edhe të trupit të njeriut, në humbjen e tyre të lëngjeve, dhe kur dëgjuam që kemi edhe, siç tha më parë, dhe humbjet e elektroliteve, pra të natriumit, kaliumit, me anë të djersitjes, patjetër për fëmijët nuk kupton kjo gjë edhe çrregullime të ritmit të zemrës, marrje mendësh, dhe shumë shpesh shohim që këto grup mosha humbasin dhe vetdijen madje. Pikërisht u bie të fikt, atë që ne njohim që kur është temperatura, kur është dielli i nxehtë, shumë njerëzve u bie të fikt pikërisht nga rënja e tensionit dhe humbja e këtyre mineraleve kaq të vlefshme për muskujt dhe për trurin. Cilat janë moshat që sipas jush kanë më shumë predispozita që të kenë probleme shëndetësore sa i përket temperaturave të larta? Patjetër që mosha në 1 vjeç, pra foshnjët janë ato që humbasin brenda minutave madje lëngjet në një kohë shumë të shkurtër, për faktin e thjesht që trupi i një foshnje është në 90% të përbërjes së tij nga lëngje, dhe nëse humbasim këto lëngje, atëherë fëmia bëhet apatik, nuk qan më, dhe në momentin që shohim që fëmia është i heshtur, atëherë nënat që sapo kanë lindur dhe ato që kanë fëmijë të vegjël duhet të bëhen shumë vigjilente, ti monitorojnë këto fëmijë, dhe në rastin kur shohim që fëmia bëhet shumë i përgjumur, atëherë duhet të shkojnë në spital të marrin një infuzion me anë të venave të gjakut në mënyrë të tillë që ta shpëtojmë fëmijën nga këto çrregullimet kardiovaskulare, pra të zemrës dhe të enëve të gjakut. Dhe paralelisht me fëmijët e vegjël janë pikërisht mosha e avancuar mbi 65 vjeç, të cilët edhe si pasojë ndonjëherë dhe të sëmundjeve shoqëruese, siç mund të jetë tensioni i lartë, një sëmundje të infarktit të zemrës ose trombozave të tjera, këto pacientë kur humbasin lëngje, imagjinoni, fillohet të bëhet trashja e gjakut, pra mungon uji në enët e gjakut, kemi një trashje të gjakut, duke favorizuar bllokim shumë shpesh të enëve të gjakut. Prandaj ndodh pikërisht në këto temperatura të larta që të rritet numri i urgjencave, siç është infarkti i zemrës, insulti cerebral, dhe diabeti pëston një rritje të dukshme, pra sheqeri nuk hollohet më në gjak me ujin e mjaftueshëm, por koncentrohet, pra përqendrohet edhe më shumë. Pra shohim që urgjencat të gjitha departamenteve, qoftë të kardiologjisë, qoftë të endokrinologjisë, pra të diabetit e të tjera dhe neurologjisë, të gjitha këto rriten në total. Prandaj dhe monitorimi, kontrolli i vazhdueshëm i pacientëve të moshuar që kemi në familje, por mos ta harrojmë dhe fëmijën. Pra nëse dim që një komshi i joni është vetëm tani në orare në stinën e verës, nuk ka askënd që ta kontrollojë qoftë tensionin, qoftë sheqerin, a ka pirë lëngje mjaftueshëm, duhet ndonjëherë të jemi, mund ta quajmë bamirës, dhe të ndihmojmë edhe ato persona të moshuar që janë vetëm në shtëpi.
Por mund të themi që temperaturat e larta mund të jenë shkaktare edhe të komplikimeve serioze me shëndetin? Definitivisht, është problematike për ato profesione kushtrim që punojnë në ambient të hapur, siç mund të jenë në bujqësi, në ndërtim, në blegtori. Shumë qytetarë të Kosovës apo Shqipërisë janë të detyruar që edhe pse temperatura në orarin e drekës nga ora 12 deri në 5 mund të shkojë në diell, jo në hije, po në diell mund të shkojë deri në 40 gradë, atëherë këto pacient janë të rrezikuar për të ashtu quajtur në goditjen e nxehtësisë. Pra, në gjuhën popullore ne njohim si damllaja, kur i bie damllaja dikujt, nënkupton që nxehtësia e trupit i ka kaluar tashmë 40 gradë, duke bërë që truri të kalojë në një gjendje të shokut hipovolemik, që do të thotë shokut nga ulja e tensionit të gjakut, truri nuk furnizohet me gjak dhe në ato moment ne bëhemi të pavetdijshëm, trupi është komplet i tharë nga lëngjet sepse fillimisht në fazën e parë të damblas mund ta quajmë kemi një mbindjersitje, pra një djersitje kaq të shtuar sa që humbasim të gjitha lëngjet e trupit dhe elektrolitet, pastaj trupi kalon në një fazën e thatësisë ku lëkura bëhet vetëm e skuqur, mbasi njohim mbasi ato punëtorët e ndërtimit që kanë një fytyrë gjithmonë super të skuqur pikërisht sepse janë të ekspozuar masivisht nga nxehtësia e diellit dhe në fazën e thatë të shokut kur nuk ka më lëngje për të humbur, aty pastaj këto pacient humbasin vetdijen dhe përfundojnë në urgjencë ku kanë nevojë në mënyrë të menjëhershme për dhënien e volumeve të mëdha të lëngjeve 2 deri në 3 litra, të rikthejmë në vetdije dhe të stabilizojmë temperaturën e trupit gjithmonë duke përdorur edhe ato, ne kemi disa veshje që janë hipotermike, pra siç është për ftohjen kur kemi në dimër të thellë, ashtu dhe për në verë kemi që ngresim temperaturën e trupit në mënyrë mjekësore, në qoftë se nuk arrim në një urgjencë kaq të fatale mund ta quajmë në kushte të shtëpiake, ulja e temperaturës së trupit nga kjo nxehtësi e madhe ndodh thjesht duke përdorur ventilatorët, kondicionerët, duke ftohur qafën, pra arterjet që të mëdha të karotideve që kemi në qafë dhe të kyçeve të duarve i mbajmë pra deri rreth 15 minuta në ujë të rrjedhshëm, të ftohtë në mënyrë të tillë që ta ulim nga jashtë temperaturën e rritur të brendshme të trupit. Po çka duhet, cilat janë masat paraprake të cilat ne mund t'i marrim në mënyrë që temperaturat e larta të mos na ndikojnë në shëndet? Pra siç e shohim, nxehtësia e verës shoqërohet edhe me shumë urgjenca. Siç e tham, që nga damllaja mund të shkojë thjesht në një rënje të fikët dhe përmendje menjëherë të pacientit në momentin që i hedhim ujë të freskët, dhe patjetër për fëmijët e vegjël ja ulim temperaturën shumë shpejt të trupit edhe me paracetamol, duke dhënë pastaj ujë dhe lëngje me elektrolite. Elektrolitet nënkuptojnë natrium, kaliumin, pra të kripën e gjellës e natriumit, magnezium, cinkun, të gjitha këto minerale duhet të jepen shtesë tek këto ujë që pim në mënyrë të tillë që dhe muskujt t'i kemi të furnizuar mjaftueshëm me këto minerale shumë të vlefshme. Mos harrojmë që edhe zemra është një muskull, prandaj për pacientët që janë me probleme të zemrës janë të detyruar që të mos pinë thjesht ujë, por të pinë ujë me shumë minerale, të cilat këto elektrolite i bëjmë edhe në kushte, ka recepta shtëpiake, s'ka nevojë që të harxojnë as edhe 1 cent duke shkuar në farmaci, por mjafton që të marrin 1 litër ujë, të hedhin një lugë gjell, krip gjelle të thjeshtë, ka edhe krip që përbohet nga natriumi, nga kaliumi, pra këto e gjeni në farmaci, e merrni në një sasi të madhe dhe hidhni një lugë nga kripra e kaliumit, duke i shtuar dhe pak magnezium, cink, pra këto në formë plurje e gjeni gjithmonë në një farmaci, por në një kosto shumë minimale, dhe në këtë mënyrë arrim të marrim 1 litër, të paktën 1 litër në ditë me të gjitha mineralet që ka nevojë, qoftë zemra, qoftë truri dhe muskujt tanë, që në kushtet e nxehtësisë masive ato mos të kalojnë në një dehidrim dhe në mos funksionim. Kjo është masa shtëpiake që nuk na kushton shumë dhe që të gjithë duhet ta bëjmë në gjatë verës. E rëndësishme është që të evitojmë orarin e drekës, pra nga ora 12 deri në orën 5 mbasdite, të heqim çdo lloj takimesh, planifikimesh që
që kemi, edhe ata që e kanë për profesion të punojnë në këto orar, duhet të përpiqen gjithmonë nën hije, nëse janë në ambientet e jashtme, të punojnë, nëse janë në ambientet e brendshme, mos të harrojnë të ndezin një ventilator ose kondicionerin për të ftohur ambientin dhe për të punuar trupin në një temperaturë optimale është aty te 20 deri në 25 gradë në kushtet e verës. Dhe e fundit, mbase dhe ndër më të rëndësishmet është mos të harrohet dhe marrja e shumë vitaminave në formë të frutave dhe të perimeve të freskëta, po përmendim mbase frutin më tradicional shqiptar, për shembull shalqiri, i ka të gjitha mineralet që kemi nevojë, hidraton trupin në një kohë shumë të shkurtër dhe nuk ka shumë sheqer. Është shumë e rëndësishme të evitohen pijet industriale, mund ta quajmë, që kanë një koncentrim të lartë të sheqerit, pije të cilët kanë alkohol, pra të lutem mos pini alkohol në temperatura të larta se e rrit humbjen e lëngjeve, pra dehidrimin, dhe ajo që mbase nuk do i pëlqejë shumë shikuesve është të mos pinë shumë kafe në orarin e drekës. Pra kofeina në nxehtësi e dehidron përsëri trupin. Nëse e kanë si ritual dhe është e këshillueshme nëse nuk kanë sëmundje shoqëruese, kafen ta pinë në mëngjes ose mbasditë e vonë. Dhe ndonjëherë harrojnë qytetarët që thjesht një mbyllje e perdeve, mbyllja e dyerve në orarin e drekës është një metodë shumë e thjeshtë dhe e mirë që nxehtësinë të mos ta lejojnë në shtëpinë e tyre dhe të kursejnë në fund të fundit dhe energjinë elektrike me kondicionerët ose me ventilatorët, që dhe këto patjetër kanë dhe efekte anësore nëse mbi përdoren në mënyrë të shtuar. Nderuar, faleminderit shumë që ishe me ne edhe sot për të na dhënë këto informacione sa i përket menaxhimit të shëndetit në temperatura të larta. Ishte kënaqësi, ju keni fat që jeni në studio dhe keni temperatura të ulta, prandaj ju uroj punë të mbarë në këtë orar. Faleminderit shumë gjithashtu edhe juve. Ishim në lidhje të drejt për drejt me Aurora Dollenberg, në të cilën falem sa i përket menaxhimit të shëndetit tonë gjatë sezonës së verës, tani kur